Ndërsa në rrugën e Gurit të Zi po vijon pastrimi i inerteve në valun e Dejes, ka nisur puna për pastrimin e porrojt të Klinës, i cili një ditë më parë brenda pak orësh shkaktoi përmbytje. Gjithashtu Bashkia Vaudes ka ngritur një grup pune për të vlerësuar dëmet që kanë plotësuar rreth 100 familje në këtë zonë, dhe në bushat në banesat e të cilëve ka depërtuar ujë. Si shihet, situata është drejt përmirësimit. Janë ngrit grupet e punës nga bashkia për të bërë evidentimin e dameve, që siç e keni parë vetë dje, janë dame të konsiderueshme në rëndi shtëpiake, në kafsh, bletari dhe shpend. Për momentin nuk ka asnjë shtëpi me prezencë ujë, po vazhdoj me pastrimin e porrojt të Glinës. Një zgjidhje kjo e përkohshme, pasi zgjidhja përfitimtare do të ishte projekti për rehabilitimin e këtij porroji. Sipas informacioneve, rreth 100 shtëpi kanë pas prezencë ujë ditën e djeshme. Preqi thotë se bashkia ka hartuar një projekt për sistemimin e këtij porroji dhe me sigurimin e financimit do të nisë zbatimi i tij për të dhënë një zgjidhje përfundimtare problemit të përmbytjeve në këtë zonë. Mjetët që po punojnë për pastrimin e porrojt do të vazhdojnë deri në vlerësim nga specialistët të arritjes së kapacitetit teknik për përballimin e situatave emergjente. Bashkia ka bërë një projekt që besojmë është i duhur për të zgjidhur këtë problematikë. Por këtu investim tjetër është bërë thjesht investimi i unazës që shihet këtu, me këtë urën që gjithmonë na ka sjell probleme sepse nuk e ka mundësinë që ta tërheq sasinë e ujit që vjen në rast të rreshjeve. Ekskavatorët do vazhdojnë punën, janë 2 për momentin, do vazhdojnë punën deri në pastrimin e porrojit, por siç e thash, nuk është një zgjidhje sepse në rast të rreshjesh materialet që vinë këtu janë të shumta. Rreshtet e shiut të shtunës dhe të dielës në valun e Dejes krijuan një situatë alarmante pasi porroji i Glinës doli nga shtrati dhe përmbyti pemëtorët si dhe rreth 100 banesa.